Iliri, ti ke qenë nga bashkëpunëtorët të Real më të ngushtë dhe më të afërt të Fatostanës. Unë kam pas fatin e madh që domethënë se ki parasysh një gjë që në moshën time, siç isha, të kesh mundësinë të këshilloj Fatosnano. Ti ishe këshilltari ti, ë? Po, isha mik, domethënë. Të këshilloj Fatosnano për gjëra që të bësh në jetë nuk është gjë. Sa vjeç ishe? Po, hajmë sa kam qenë 29, 30, 30. Shumë i ri, po ka domethënë kjo nuk ishte gjë e vogël domethënë. Tani, qëse është një histori që do ta ndash, do ta tregosh. Sa vjen, po mirë pa, një nga ato që ti do ta ndash është edhe bukur, është edhe për ka hilaritet, po ka dhe po mos të vi keq sepse un kam shumë histori me Fatosin, po që këto gjërat private un nuk do t'i ndaj. Jo private, po Ilir, jo, se ka dhe momente që ti se është familja që është mes ku do. Jo, po them gjëra që ti të ka lidh puna Ilir, nuk po them gjëra që lidhen me familjen, po gjëra që të ka lidhur puna dhe i ka zgjidhur ti ke thënë wow, si e zgjidhi ky këtë, me atë natyrën e vet, kaq se ai i vlerësoi më shumë truri. Do ta lëm për tjetër, duket si ai skeçi që ka bërë Kushërim Plumkulla doni më për Belulin dhe unë nuk duhet të flas doni më për Belulin. Ai bëri 1516 ditë burg, 3 vjet 16 ditë burg. Ajo është një periudhë që unë se kam njohur Fatos. Po pra, a ndryshoi burgu Fatosnanës se ti se ke njohur se që është shumë i vogël atë? E ndryshoi shumë, por gjërat që di unë për burgun e tij lidhen me faktin që në mënyrë të pa kontestueshme ai ka vuajtur shumë periudhën kur i vdiq nëna. Maria. E cila ka qenë një pedagoge e shuar e anglishte së shkollës Skënderbej, shkollës time dhe shkollës tënde. Edhe ai ka vuajtur shumë faktin që nuk i qëndroi dot nënës afër në ditët dhe në orët e fundit, pasi drejtoria e famshme e burgjeve të asaj kohe nuk i jepte leje, domethënë kjo është gjë. Nuk i jepte leje. Kjo është gjë që ka vuajtur shumë. E ka vuajtur shumë. Po, e ka vuajtur dhe thoshte gjithmonë. Megjithatë ai mbajti një fjalim atje, tha edhe lufta ulen armë. Po kjo pra ishte veçantia e tij, domethënë. Kjo ishte veçantia e tij, domethënë që madje i thash një herë unë një fjalë për Berisha, i thash po ti pse s'është kështu. Ta mund tha edhe ti idiot si këta tjerë ti, tha me këtë mendje mendon, tha që po ç'a të bëjmë, tha ai profesion gjysmën tjetër të popullsisë, ç'a të bëjmë, filloi luftën civile se më thotë mu futen në burg. Se ti i the futen në burg. Jo, i thash pse se futen në burg, i thash. Po isha unë 31-32 vjeç, ato më pse se futen në burg, tha unë, tha po. Tha i fjalë tjetër, tha, po edhe ti trap si tjerë ti, tha se. A kështu tha? Po, në fakt tha një tjetër, po më të rëndë, ti e përktheve në ship. Tha unë, tha, po domethënë Fatosi ishte nga ata njerëz që shkonte truri i tij shkonte me shpejtësi të madhe shumë larg, kupton. Edhe ato nuk kam qenë prezent në disa nga takimet e tij të mëvonshme me Berishën. Po? Në cilën mua më bënte përshtypje dhe shikoja, për shembull është momenti kur u bë topi president atëherë, edhe unë e shikoja, thoja, po ky deri para 10 vjetësh në Luksemburg këtë. Unë mendoja si për veten time, kupton? Po, ky ishte Fatos. Të bjerë një në qafshë dhe ta tregoj unë. Po, ky ishte Fatos. Dhe kishte një gjë për shkak të marrjes në NZ, ai kishte një respekt madh për gjithë ushtarakët që kanë qenë në Skënderbegës. Me vërtet. Po, për shembull, kur bëri atëherë plumqazimin shef shtabit. Po. Një nga arsyet ashtu ishte se kur e mori vesh ishte Beks, meqenëse generalin ti e një ashtu. Po e njoh shumë mirë. Kam respekt. Ishte se kishte qenë një nga studentët e Marias, domethënë që ashtu dhe kishte. Domethënë kur fliste për Beksat kishte një kështu rrinte gjendë se thoshte se njifte që nga kështu domethënë karakterin dhe forcën e karakterit që po sigurisht pastaj kishte ato ironinë me cilën për shembull kur vendose që të tallte dikën e bënte edhe publikisht dhe privatisht pikërisht për të thënë që ore shiko se po ja put kot ose shiko. Por Fatosi kishte këtë gjë, delegonte. Partia Socialiste ishte demokratike në atë kohë. Unë e them shpesh që votohesh në kryesi me 2 apo 3 kandidat për një ministër. Jo, votojnë kryesi, po votojnë çdo organizat bazë. Jo, flas që ishte live kjo. Po votojnë çdo organizat bazë. Po kjo ishte live, se ajo organizat bazë, hajta gjesh. Kur më kanë nxjerr, po votojmë, kur më kanë nxjerr kandidat për deputet më para 20 vjetësh, ai. Unë duke qenë që vije nga familje djathtë
në Zëmblak Korçës edhe më thot mund të nxjerrësh, thot ishte bashkë me Gramozin, po shko merru vesh me partinë vetë atje, thot se s'do rrit të merrem unë çaj kokën vetë. Edhe shkoj unë në fshatin Çiflik të Korçës, që është hyrje të Korçës. Edhe shkoj unë aty, ishte mbledhje e organizatës. Ku i kisha pa unë mbledhje e organizatës edhe futem unë aty, kur fillojnë ata. Ti je nipi filani, ti je ashtu pararësit balliste etj. Thash, unë çpat, që erdha. Dhe megjithatë, kishte debate, nuk është se kishte kështu që edhe fushata shkoi mirë. Unë atë fshat fitova për shembull një pjesë dhe ishte ky ishte nano, domethënë, kishte domethënë demokratizimi i partisë ishte në çdo qelis. Ka qenë deputeti të Pelenës, Kuçovës, Tiranës dhe Sarandës. Si ishin marrëdhëniet e nanos me këto qytete? Kudo ishte, si ki parasysh ai kudo që shkonin socialistët e adhuronin. Adhuronin, no? Po, sigurisht. Adhuronin, nuk ishte se fliste miti i tij, kupton, ai mundohet ishte. Jo, pse zgjodhi pikërisht këtë? Po varet se si ashtu, ai kishte për shembull në çdo rreth, çdo qark, sepse unë kam shëtit me Fatosin shumë kur ai ishte më as kryetar partie, po, edhe as kryeminist, madje një farë kohë as deputet. Edhe kudo që shkonte ai kishte njerëz që i njifte me emra mbi emra, ditë shtëpit, kishte histori me secilin nga ata, kupton, nuk ishte politika e asaj që bëhet sot online, bëj status Facebook ose bëj një tweet, domethënë ishte mënyrë tjetër të bërë politikë, ose kam gjë unë kundër kësaj sot.